që ta bindin të dorëzohet në komisariatin më të afërt, themi. Okej, Lorita, ndërkohë ndalim pak tek vendimi sot për vrasjen e Pllumetës. Çfarë ka vendosur gjykata? Po, thimi, pas 20 muajsh hetime, gjykata e Durrësit ka dënuar me burgim të përjetshëm Hysen Metën për vrasjen e babait të tij Pëllum Metës, një ngjarje ndodhur në 12 shkurt të vitit 2024 në Shënvlash. Hysen Meta është dënuar me burgim të përjetshëm nën akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, për armbajtje pa leje, fshehja dhe asgjësimi kufomës, si dhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, ndërsa motra e tij, Hygerta Meta, është dënuar me 8 vite burgim për fshehje dhe asgjësim kufome dhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, ndërsa vëllaja Marildo Meta është dënuar me 5 vite burgim për pengimin e zbulimit të së vërtetës dhe për fshehjen dhe asgjësimin e kufomës, ndërsa nëna e tyre, Blerina Meta, është dënuar vetëm me 3 vite burgim për pengim të zbulimit të së vërtetës. Nga hetimet mësohet se Hysen Meta dhe Hygerta Meta kanë planifikuar vrasjen dhe pas krimit kanë fshehur trupin, kanë zhdukur provat dhe kanë ngrobosur babain e tyre në kasollën për brish të shtëpisë të tyre. Në këto momente, Hysen Meta ka tentuar të manipulojë hetimet dhe ka bërë një kallëzim të rrem në polici. Pas zbulimit të trupit, familjarët janë arrestuar dhe gjatë procesit Hygerta Meta ka pranuar se autori i kësaj vrasje është pikërisht vëllai i saj, Hysen Meta. Ndërsa ditën e sotme, thimi, avokatja e dy vëllezërve, pra Amarildo Meta dhe Hysen Meta, ka deklaruar se vendimi do të apelohet në gjykatën e apelit, duke argumentuar se përgjegjësi duhet mbaj vetëm autorit dhe jo e gjithë familja. Drejtësia shqiptare e dënoi Hysen Metën me burg të përjetshëm, ndërsa pjesëtarët e familjes morën dënime më të lehta, ndërsa motivi i kësaj vrasje, thimi, mbetet ende mister. Lorita, shumë faleminderit për gjithë detajet solle, të uroj punë të mbar. Ndërkohë, do të kalojmë pak në Elbasan, sepse ka përfunduar bilanc